Toni bërtit ke, edhe I thash ajo më të jep maksimumin. Veç të lut na mos mbërtit, se po bona qaq nervoz që mos po më ushtru. Po, a është e vërtet që je pak I vështirë kështu? Ose ndoshta më mirë është përgjigj Malinda? Cili po dani? Unë të drejtën jam shumë I afërt me nxënës. Disiplina është e hekur gjatë procesit stërvitor. Na si Kosovë, na si ekip, është desh me pas diçka të veçantë që na dallon prej tjerëve. Na nuk ishim pas mundësi me ushty me shtetet fuqishme si Japonia, Gjermania, Franca, Brazili, Rusia që e kanë tradit judën, e cilët kanë me qindra miliona buxhet. Në qoftë se nuk e kishim pas një karakteristikë, unë ju kom thonë, na duhem me punu 2 ose 3 herë ma shumë, për me mujt me ushty me këto shtete, se ata I kanë pas gjitha katrorët e një mozaiku të përmbushura me psikolog, me nutricionist, me profilet ndryshme njerëzve, cilë të rrethojnë një sportist, 20-30, e këto më kanë pas mu, unë I kom pas këto. Kështu që na me punë e kemi thy qatë tabun që na s'mundëm me imposht edhe shtetet ma të fuqishme botërore. Për këtë arsye unë kom qenë në stërvitje gjithmonë I pa kompromis. Në një moment ndoshta këto e kanë pa me sy kritik, po pas arritjes rezultateve e kanë pa që ka qenë rruga e vetme për me arrit deri te rezultatet kulminante. Sot për sot kemi gjenerata pak ma ndryshe, gjenerata të reja, cilat pak ma vështirë është me ndërtu qatë disiplinin, çfarë kom ndërtu me Malindën, Distrin, Norën, e një gjenerat që ka shku në të kalumen, për shkak se janë ma të butë, prind janë tash pak ma preventiv, jam edhe vetë prind edhe unë jam preventiv, nuk po e them që tash po gjuj kritika diku tjetër, përderisa jam edhe vetë I tillë, kështu që tash po m'duket me Malindën, por edhe me kolegë tjerë, me trenera, na po I diskutojmë tash çfarë metode me përdor, qysh me ecë përpara, qysh me mbet në trend. Përderisa në të kalumen e kom pas kreditin me qenë pak ma I rrep në stërvitje, tash me këto gjeneratat e reja, në qoftë se je pak ma I rrep në stërvitje, ato të largohen, dikush zgjen mo hiq, dikush ankohet e dikush thot valla më ka bërtit, ose ka qenë pak e ashpër gjatë procesit stërvitor, qysh I kemi pas na mësusat edhe arsimtarët, tash edhe mësusat e arsimtarët, pedagogat e sotshëm në sistemin edukativ, ndonjëherë ndodh që po na ankohen se po thojnë përpara kemi guxu, tash guxon as mi ngrit zanin fëmis, kështu që tash kemi ndru, po tentojmë na mi u përshtat trendeve të reja, mi u përshtat gjeneratave të reja, disiplin ka pas, jo diçka tjetër, edhe një jetën e krejt nxënësve të mi kom insistu me I kry shkollimin, gjithat kanë kry fakultet, gjithat qëndrojnë mirë ekonomikisht, fal me edhe kam ngulësis time për mi u gjetë sponsor, për mi u gjetë për kraje prej shtetit, unë kom luftu gjithmonë për kushte ma të mira, për krejt sportistat, për krejt njerëz që janë të lidhur në sport, kështu që tash këto po I gëzojnë benefitet e rezultateve tyre në mënyrën ma të mirë të mundshme. Cili është në moment që nështë ta marrë në që ka, ose u kom pak ma kritik në tajteja ashtu toni, edhe që kur je shku në shtëpi ose keni përfundu stërvitje, ke thonë, pse brëm të faqë ashtu. Se nëse të kam I të hatër, nuk besoj që të kam I të hatër në erë, tani ke menu me gjakësësi edhe vish ka kalu, po cili është në moment që nështë ta marrë në men kështu? Jo, nuk është që ndoshta ka qenë do një moment që e mbaj mend, që toni ka qenë pak ma jashpër, se toni më përgjithsi ka qenë jashpër, edhe që ka kërku shumë punë dhe disiplin gjatë stërvitjes. Unë qysh si fëmi kom qenë shumë punëtore, edhe gjithmonë e kom jep maksimumin. Ajo që ndoshta në momente caktume më pengojke, është kur toni bërtitke, edhe I thash ajo më të jep maksimumin. Nuk kam ku ma shumë, veç të lut na mos mbërtit, se po bona qaq nervoz që mos po më ushtru. Në momente caktume ndoshta e kem pas qëto, se për ma shumë jo, edhe me dasht me Tonin nuk kem guxu bashkëfort me punë. Kështu që Toni është adin si ata mësuesit e ma përpara, që to mësuesit e maqëm që jam kur. Që koni vështirë edhe ndoshta s'ka pas nevojë as me të bërtit, edhe ti s'ke guxu me fol.